kur një prind, kur një bab, apo kur një vëlla i propozon dikuj tjetër vajzën e vet. Baba mi i thonë, kjo është e madhe, kjo është mare në vendet tona. A e dini si u martua Musai alayhi salam? Unë dua që një prej vajzave të mia ta martoj ty. Po ti je djali i mirë, ti je djali i pastër, ti je djali i ndershëm, ti je djali besnik, ti je djali i fuqishëm. Kush është ky djalë? Musai alayhi salam. Unë ty dua me ta dhon vajzën. Ah, kjo është mare e madhe. Ja, kjo është mare. Ti mi i thonë për vajzën tënde, atëherë ajo vajza ndoshta ka ndonjë tmet, ajo vajza ndoshta ka ndonjë maksi dhe ti don me nxjerr prej shtëpie, jo. Mirë, po janë ndruar vendet. Nuk është marrë vajza me dal me një djalë, ndoshta me dal edhe me një djalë tjetër, ndoshta të kthehet në 12 të natës, ndoshta të del e lakuricuar, ndoshta të ban dhe në fund e re është. Mos flasim për djalin, i ri është. Aty ku ka vend për mare, ndoshta nuk kemi mare hiç. E aty ku nuk ka vend për mare për turp, atëherë ne ngushtohemi dhe randohemi.